Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit ka shpallur hapjen e tenderit për Parkun e Besimit, konkurs ndërkombëtar për projektimin e masterplanit. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, Parku i Besimit është frymëzuar nga vlerat e harmonisë fetare dhe bashkëtesës që karakterizojnë Shqipërinë, të cilat janë virtyte të trashëguara ndërbreza. Siti i propozuar i konkursit ndodhet në zonën e Petrelës, në një sipërfaqe prej afërsisht 210.000 metra katror. Ky konkurs ndërkombëtar për projektimin e masterplanit aspiron të mishërojë këto vlera, duke synuar gjenerimin e një koncepti të ri të bashkësisë dhe strehimit. Parku do të ofrojë hapësira për pushim dhe ndërveprim për grupe, kombësi dhe besime të ndryshme. Nëpërmjet theksit mbi bashkëtesën, ky projekt do të krijojë një dinamikë të re hapësinore në kryeqytet, duke përmirësuar cilësinë e jetës dhe duke festuar qëndrueshmërinë dhe unitetin e popullit shqiptar në të gjitha besimet e tyre. Referuar dokumentit, çmimi ose rimbursimi që do të aplikohet për kandidatin fitues është 40.000 euro, gjithashtu edhe për kandidatët të renditur në vendin e 2, të 3, të 4 dhe të 5 aplikohet e njëjta vlerë. Gjithashtu, ekipi i përzgjedhur duhet të dëshmojë një qasje kreative dhe novatore në projektimin e Parkut të Besimit, ku ekipi duhet të realizojë në mënyrë efektive funksionet e kërkuara në harmoni me kontekstin ekzistues. Propozimi duhet të jetë i zbatueshëm dhe të ofrojë mundësi për kryimin e mekanizmave sipërmarrës, gjithashtu vetëm mjaftueshmëri pas ngritjes së parkut. Ndërkaq, projektimi i parkut duhet të ofrojë një përvojë që balancon efikasitetin dhe ndikimin transformues mbi vizitorët.